origjinale, autentike, gazetarët më njoftojnë se nga 11 televizione live, 10 censur të plot. Dhe vetëm një ipte konferencën time. 10 të tjerë serialin e mashtrimit të kreut tuaj që po fliste si kur t'ishte Belinda, Lubia, e patë në gjuhët vetë, që do shkonte në Katun. Në Katun jo në qeli po. Thojani, që ju që më keni votuar, tani unë po largohem për mëkate, një zinxhir pa fund, hipokrizie, si ai duti kapur në qark. Në qark. Erdhi sot ku është? Ku e ke? Ku e ke? I dha një të fort këti tjetrit su dhe vazhdoj mashtrimin e tij. Por në gjithë këtë histori që shifni, çfarë ka të dashur miq? Investitori vetëm në 13 vite i huaj si të largojmë dhe atë nga Shqipëria. Po, tu them unë ju. 13 vite nuk ka asnjë investitor të huaj në tokën shqiptare. 13 vite. Thot Europe Tender. Asnjë tender në Shqipëri nuk është fituar nga kompanitë europiane. Harroni ju, mos harroni. Një nga kompanitë më të fuqishme që do ndërtonte një resort turistik në Laz për 1,5 miliardë euro. I duhet janë zori rumin të kura limuthit dhe ja bëri kockat për shesh fadit. Dhe rumi pritej në zyrën e tij. Edhe ai nga Katari ishte, në fakt, të themi të vërtetën. Asnjë investitor i huaj. Çfarë po ndodh? Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike? Qëndrimi është ky. Ne besojmë se investimet e huaja janë të një rëndësie jetike për zhvillimin e Shqipërisë. Sikundër, gjatë periudhës që qeverisëm, në Shqipëri u garantuan investimet më të mëdha në historinë e këtij vendi, vetëm në fushën energjetik rreth 2 miliardë euro. Projekti historik i Trans-Adriatic Pipeline, Kaskade e Devollit, Kaskade e Fanit. Përveç këtyre, nga viti 2008, viti 2013, investimet e huaja u variuan nga 1,2 në 1,4 miliard euro. Çfarë ndodh tani? Çfarë ndodh tani? Tani, unë u them prap ju. Partia Demokratike mbështet investimin e huaj. Dhe ju po largoni të vetmin investitor të huaj që ka mbetur në Shqipëri. Majni shënim, po e largoni. Vetë thaj, ju më votuat mua, tha. E tha, ju më votuat, jam njeriu që më keni votuar.
E hoqi maskën. E hoqi maskën. Britma për çështje pronësie. Partia Demokratike qëndron për respektin e plot, absolut të drejtës pronës. Cila ka qenë zgjidhja në një kohë kur investoheshin miliarda këtu. E thjesht, fare thjesht, po që se ke projekt të miratuar nga qeveria, me dokumenta të firmosura nga institucionet zyrtare, prandaj më censurojnë, prandaj u censurova. Me dokumenta të firmosura nga institucionet zyrtare, kadastra, agjensitë e tjera, dhe shtetit miraton të ty projektin, askush tjetër nuk kishtë bënte me ju, investitorin. Jo. Çdo qytetar, për çdo padrejtësi, për çdo abuzim, kishte shtetin i cili do ta dëmshpërblente atë me kushtet të tregut, dhe do të nënshkonte me forcën e ligjit falsifikatorin dhe spekulantin. Ky ligj është fuqi, po keni ligj ju, keni vetëm ligjin e xhepit. Se ky ligj është fuqi. Shifni që po ndodh me aeroportin e Vlorës. A ka shqiptar që nuk e din, që po bëjnë copat që mirë një aksionet? Po, mos shifi njëri tjetëri, se e dini mirë dhe ju. Se bëni sigur që është qëra po fletë ky. Absolutisht po. Doni t'ja mirë një aksionet, sepse janë në loj 130 milion euro. 10 milion në vit biletat munguara. Kjo është e gjithë puna që i shifni. Dhe pasi vendos gjykata e lartë, del Karakaçi, jo se ka më Karakaçi, ka Balluku, ky ministri, del ky dhe u thotë, gjeni zgjidhje tani, po çfarë zgjidhje? A foli gjykata e lartë, zbato vendimin e gjykatës. Po nuk jeni shtet ligjor, jeni shtet mafje, shtet xhepi. Shtet xhepi. Ajo që ndodhi, pe rrëmbimi i qytetarit që po protestonte i qetë. Rrëmbimi i qytetarit po protestonte i qetë, absolutisht pas gjë. Prisni. E rrëmbyn, barbarisht e shkelmune zvarritën, dhe tani, komunikatat e Skënder Ballukut, se ishte futur në territor. Dhe kur dolen videot e aktivistëve, doli sa ishte ja. Pritë se e kam dhe me të gjatë kohën sot, se jeni shumë keqi. Po, jo. Ma do marrë pak edhe 5 minuta nga koha e grupit, se keni shumë probleme sot. Pra, doli video që ishte larg territorit, larg telave, e futën e morën e rrëmbyrën e futën brenda telave. Atëherë reagoi Skënder Balluku. Po sa herë keni bërë me protestuesit paqësorë në Tiranë? Sa selle banditese keni bërë ju? Ndaj, kush? Po çfarë jeti, deputete je apo aktiviste? Je aktiviste, votuese e Edi Ramës. Vazhdo. Pra, edhe njëherë, e tëra kjo ka një rezultat. Interesa strikt mafioze. Ju
po largoni dhe po e vishni me të gjitha të ngjyra. Po ku ishit ju kur filloi ndërtimi i aeroportit? A e dini që aeroporti i Vlorës është krim më i shëmtuari që ka ndodhur? Aeroporti i Vlorës asgjësoi habitatin e vjetra specieve të rralla të shpendë, e asgjësuat, por krimor bë. A e dini ju tjetërën? Që në 2017 kur u krijua grupi për ndërtimin e aeroportit Vlorës, grupi shkoi dhe grupi pasi studioi të gjitha kushtet, u kthye dhe kërkoi të përtoi aty ku kishim vendosur ne, tek thesë e Levanit. Sa po i thanë asaj gurabardhit, ajo dëshironi me leska ata. Njerëz akademik, njerëz të nërur. Dhe i thanë shko, zonjë nuk mund ndërtohet aeroporti atje, për 1, 2, 3, 4, aeroporti mund ndërtohet. Si që apatë të thëmë ne, edhe ne në thamë. Aeroporti duhet ndërtohet të kthesë e Levanit. E quat atje përmbytet. Dhe tani o burra, po, skapin shpin dhe t'ja marrim budgetit, t'ja marrim aksionet, t'ja marrim dhe fiton me gjykat dhe thoni jo, bëni marrëveshje. Flet për turizëm. Në 36 vite, kryeinvestimi i turizmit është një, është rruga e kombit. Është rruga e kombit. E dëgjonim neveri, do më thënë, mashtrimet e një mashtruesi ordiner që dhe blokonte ekranet me urdhër që të mos jipe i fjala ime, dhe ishte turizme njërë sa me 2 milion, 4.7 milion. Dhe tani që unë turist, të gjitha ata që vinë për EasyJet, Ryanair. Ata që unë turist. Shifni plazhet që i keni. Dhe s'fundi del Vangel Tavo rafshon një kodër atje, e keni pa po jo në vuno. Tjerë thonë se po përgatit balesën e arres e Edi Rama, edhe herë po i them, harroja se do shkosh në Katun. Katun në ytë Edi Rama do jetë qelia. Do t'jetë qelia. Po. Zoti Balla, keni fjalën të përgatitet zoti Spahia. Natë dhe mirë. Me gjitha të për publikun vlen që gënjeshtrës t'i përgjigjesh me shifra dhe me fakte. Por në parantez nuk mund të mos ta vlerësoj faktin dhe qëndrimin pro investimit. Pro investimit, një investim historik, më i madhi historinë e Shqipërisë, për të cilin do flas pak më poshtë pasi të kem sqaruar publikun, jo zotërin që iku, për disa shifra që janë vërtet domethënëse. U tha këtu që investimet e huaja kanë rënë nga deputeti parafolës. Tani, investimet e huaja direkte, foreign direct investments, në vitin 2012, që mbahet dhe viti më i mirë dhe i fundit i plot i juaj në pushtet, zoti Sali, ishin 666 milion euro.
Në vitin 2025, se 2026 është më pak se në gjysmën e vetë, shifra e investimeve të huaja direkte shkon 1,64 miliard euro. Tani me matematikën e lulit, mund tjetë 1,64 miliard më madhe se 666 milion. Por me matematikën normale, 666 tek 1,64 hynë të paktën nja 2,5 herë. Pra, investimet e huaja direkte në Shqipëri janë rritur me plot 2,5 herë nga koha kur zotria që urime edhe për zgjedhjen në kryet Partisë Demokratike, se ishte një garë e fortë dhe nuk dije kush fitonte, por pas kësaj gare kaq të fortë, të luftuar deri në minutën e fundit, deri në votën e fundit, fitoi zoti Sali. Urime, fitore tjera u pafshim gjithmonë. Edhe i bashkojmë edhe urimit të miku tim Peter Bayer me gjitha kuptimet që kishte brenda urimit tij. Ndërkohë, sa i përket GDP-s, prodhimit brendshëm bruto, 2012 ishte diku poshtë 10 miliardçit, 9,5 miliard euro, ndërkohë në 2025 e kemi kaluar 27 miliard euro, pra e kemi trefishuar ekonominë e Shqipërisë në një kohë kaq shkurtër, asnjë vend tjetër në rajon nuk e ka trefishuar ekonominë e vendit në një kohë kaq shkurtër. 2030-ën duam shkojmë përtej 35 miliard dhe nuk ka asnjë dyshim se kontribut në këtë rritje historike të ekonomisë tonë do t'jenë edhe 4 miliard euro të investimit të Power Holding, gigantit të ekonomisë së investimeve në sektorin turistik, në investimin që duhet dhe do të bëhet me patjetër në Zvërnec. Tani me qenë se u tha diçka dhe për aeroportin e Vlorës në këtë parantezë tepër të gjatë, aeroporti i Vlorës është ndërtuar, po përfundon aty ku ka qenë gjurma e aeroportit Vlorës prej 100 vitesh dhe nuk ka pasur asnjëherë asnjë debat për vendodhjen e aeroportit të Vlorës. Numri turistëve këtu pastaj na ndjeni se të qeshurën nuk e mbajmë dot, të paktën në këtë pjesë se filloi këtu të belbëzonte, të keq citonte dhe emrat e kompanive, unë i them 1000 herë faleminderit Wizz Air, Ryanair, EasyJet, edhe çdo kompani tjetër low cost apo normale, sepse e ka bërë aeroportin e Tiranës aeroportin më të frekuentuar në Ballkan me përjashtim të atit Athinës. E shihni me dylbi aeroportin e Beogradit në vitin 2012, e dini sa ishte numri i pasagjerëve në 2012-ën? Ishte 1,64 milion. Në rënje nga 2011 me 8% në 2012. Sot, në 2025 e mbyllëm përtej 11 milion, dhe nuk ka si dyshim me këtë trend rritje muaj për muaj me 10 deri në 15%, aeroporti i Tiranës shkon në 12 milion. Malizi, Maqedonia, Kosova jonë e dashur patjetër, po pse jo, edhe fqinj tjerë e përdorin aeroportin e Tiranës si hubin e komunikimit dhe besoj dhe ju ka ardhur ftesa, sikur na ka ardhur edhe ne ftesa që në pak ditë duhet jemi në Rinas ku për herë të parë inaugurohet dhe fluturimi i parë nga Shqipëria ndër kontinental nga Tirana në Toronto dhe nga Toronto në Shqipëri, ku diaspora jon e Kanadas
do ketë mundësinë të udhtoj drejt për drejti dhe shpresoj shumë nga Michigani, pa nga Detroiti apo nga New Yorku të kemi dhe fluturimin e Delta Airlines, fluturim direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në Shqipëri. Në rikthim të një përgjigje të detyruar në vijim të atij komunikimi që pati sot kryeministri, nuk ka asnjë dyshim që ai akt dhune nga persona privat me licencë të anulluar tashmë më policie private ishte i dënueshëm, por asgjë tjetër përveç këtij fakti penal, sepse personi që ka ushtruar dhunë me vendim gjykate tani më është në arrest, asgjë tjetër nuk mund të ligjeferoj gjithë këtë batare balte kundër një investimi e para i certifikuar, e dyta me vetting të plot, sepse është fakt që Power Holding, kompania në fjalë, është një kompani e cila çdo qindark të vetën e ka të deklaruar, pa përfshirë këtu dhe faktin që bashkëpunëtor me ta janë njerëz për të cilët nuk ka nevojë as të vihet në dyshim qimja e flokut. Dhe në fund të kësaj, mendoj që Kuvendi i Shqipërisë përtej ndonjë neomarksisti që apo ndonjë tjetri që nuk heziton të shohi asnjë rast, po thjesht dhe vetëm ta përdori për debatin politik. Besoj që ata që kanë eksperiencë politike ta shohin këtë rast si një rast edhe si një sprovë të madhe. Çuarja deri në fund e këtij investimi në Zvërnec është certifikimi i hapit përfundimtar të vizionit tonë Shqipëria 2030, antar e Bashkimit Evropian, por dhe antar i Ligës Kampioneve në turizëm. Po, patjetër. Do bëhet investim, edhe ti ndiq rrugën të paktën për pjesën që ishte për investimin, paktën linja zyrtare e asaj që dëgjuam këtu, se ju s'keni faj, ju keni 300 linja në parti dhe nuk merret vesh pari dytin. Por ajo që po them është që është në interesin kombëtar të Shqipërisë që ai investim bëhet. Mos harroni kurrë që si është ajo puna e komshiut. Komshiu gjithmonë e ka zili komshiun. Ndoshta jo i pari shtëpisë komshiut, po pjesë të tjera të shtëpisë. Edhe mos harroni kurrë që komshit nuk janë, apo konkurrentët tanë nuk janë shumë gëzuar dhe nuk mund të jenë kurse si. Nuk do ishim ne të gëzuar nëse ai investim do shkonte në një vend tjetër. Personalisht, nëse ai investim do shkonte në një vend tjetër, do e përdorja foltorin e Kuvendit, thoja të kritikoja qeverinë time sepse ai investim se erdhi këtu. Por është gjë e mirë për Shqipërinë që ai investim po vjen në Shqipëri dhe pse jo ta mbështesim një deklaratë përbashkët Kuvendit për ta mbështetur atë investim në Shqipëri. Faleminderit. Zoti Spahia, keni fjalën? Të përgatitet zoti